Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në emisionin Sporton këtu në Radio Urban FM në 103.5, po ashtu intervistat tona mund t'i ndihni edhe në kanalin tonë në YouTube, edhe në faqen tonë në Facebook, si çdo vikend tjetër flasim për sportet e ndryshme. Sot do të flasim për basketbollin. Gjatë javës që lan pas është skuadra vllaznimi që ka arritur një sukses historik të klubit duke fituar ligën unike, një ligë e përbashkët mes klubeve të Kosovës dhe të Shqipërisë, por çka ka qenë interesante është që është një titull që është sjellur pas afro 30 vitesh në Gjakov. Unë kam Arbër Sinanin këtu, basketbollistin e KB Vllaznimin, me cilin do të diskutojmë për këtë sukses, i cili na ka sjell edhe medalën e ligës unike, ka pas me pru edhe kupën, po ja ka nalën kufi Gjakovot, e kam bënë një kërëk në Gjakov. Arbër, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, unë i faleminderit për ftesën. Po nisim pra prej kësaj Final Four të kupës ose të ligës unike, një gare përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës, ku realisht dominuan ekipet e Kosovës, tu e nis me gjysmën finales, edhe tani në finale ku edhe poshtet Sigal Prishtinë. Po nisim me ndeshjen ndaj Yllit, ka qenë ndeshje të dyja në fakt kanë qenë shumë të ngushta. Po mas pari ndaj Yllit me veç një pikë dallim, që aty po më duket ndoshta u ardha dhe motivimi për ndeshjen finale. Po tash fakt janë se na ka ra për një lojë shumë e vështirë, kanë edhe kena pas shumë presion. Po të kallëzoj edhe prej publikës, po edhe na vetë si lojtar kena punu këtë sezone për një kupë me qunë Gjakov, për arsye që nuk kam pas titull që sa vjet, edhe kur e prënëm punën deri që aty, tham pse mos më jep edhe një shtysë edhe me vazhdu pa përpara, edhe patëm fat që e fitum gjysmën finalen, tani ajo na motivoi shumë për Prishtinën, që patëm lojën finale me ta. Edhe në finale shkoi domethënë ndeshja në vazhdime, një ndeshje dramatike që në fund u vendos domethënë me disa detaje, edhe po besoj me koncentrimin më të shumë të bashkëlojtarëve tu. Në finale realisht ndoshta pritshmëritë Arbër nuk kanë qenë me fitu vllaznimin. Këto po e them ndoshta për shkak të numrit më të madh lojtarëve, domethënë të huaj që ka Prishtina, ndoshta përcilësor mos them se kemi diskutuar, po për shkak edhe që u mbajtën në Prishtinë, disa faktorë të cilat ndoshta pa kanë mujt me ndikute që ky mendim e opinionit që Prishtina mund me fitu. Qysh ka qenë që kjo pjesa motivuese te ju, te trenerit, te lojtarët, a u ndiqi kjo të presionin që nikon si mysafir? Jo, me të thonë drejtën, nuk e kena niqit presion, për arsye që edhe trajneri na ka jep liri, domethënë nuk na ka bë presion hiç, ka thonë lune lojën e juve, çush e luni zakonisht, dhe na kena shku aty pa na u trem çerpiku që shlojnë vetën, edhe kena arrit me fitu që atë lojë që për një me u konë shumë e vështirë, sa që minutat e fundit unë nuk desha kom që shikom apinia, s'desha kur gjë heq. Sigurisht e pojnë të jetën emocionet, në fond ajo që ka ke mira për krejt juve është që u kurorëzuat me një titull, edhe për shumë kënë ka qenë një farë lloj befasie për shkak të curisë që shka nis vllaznimi këtë sezon. Kemi me fol pak më vonë, po më intereson me ditë kur u kthyt në Gjakov, kom pa videot ndryshme të festës, a e ke pa tamam peshën e çiti titullit që ka që ka qenë për Gjakovart. Atmosferën definitivisht këto vitet e fundit e kanë mbajt, prish është në Superligë, është rikthyer, kanë mbajt tifozeria Koqezeli, besoj që i ka shtyr edhe tifozeria tjera, po a e ke vrej tamam peshën se çka ka domethënë ç'ky titull për tifozët e vllaznimit? Shumë e kam vret këtë sena dhe mu ka bo viti 2 që jam vllaznim, domethënë kom qenë para 2 vjet aty, një vit kom vazhduar në Prizren dhe tash viti 2 vllaznim, dhe ata janë tash me të thonë shumica janë konë fansa të futbollit, edhe janë e dojnë futbollin shumë, mirë po pe inkuadrimin në Superligë janë kthy krejt edhe ka na, sidomos me qitë kupë që e kena qu tifozat ka pas, domethënë kur na kanë prit në qytet aty, unë e kom po burra plesh të kojt për qa titull, a vedin edhe kom për një krenari fort e madhe, sidomos jona, po edhe krejt qyteti u gëzu. Po besoj që kjo ka pasur një ndërlidhje pak, them kështu, arbër historike, për shkak që Gjakova dihet për historinë që ka, kulturën edhe kupën që e ka fituar, që është e dyanshme në Shqipëri, Kosovë, besoj që ka pasur një farë kuptimi dyfisht në edhe në aspektin sportiv, po edhe në çato që janë një mirë edhe qytetarë dhe krejt në Gjakov. Shumë.
Tash çuçi tham në fillim nuk është që është pritshmëritë e njohësve nëse më thonë se analizëve kanë qenë që vllazënimi me fitu këtë trofe ka pas ndryshime të mëdha. Hajde pak të flasim për çet pjesë Arbër, domethënë kur është nis me një trajner tjetër, me një seri jo të mirë të ekipit të vllazënimit, edhe krejt ndoshta kanë thonë vllazënimi ka më radhë për ligë si kandidat kryesor. Që shukun që atëra atmosfera, që është rëndësishme, pastaj flasim për kapërcimin dhe orën e trajnerit të ri. Po, që ajo kohë për një me u konë që nuk kena mujtë më komponu, sidomos me çka ka dosht ai trajneri i kaluar, Pavici, Branimir Pavic. Ai ka qenë trajner që s'di sa sezona në Kosovë, ka njohur shumë mirë ligën, mirë po na nuk kena mujtë me u komponu me lojën e tina, edhe për atë arsye kena fillu një sezon shumë të keqe. Kena pas veç një fitore, i kena pas 5-6 humbje. Tani me ndrimin e trajnerit, ky trajneri ka bo magji, befasi, edhe është shumë i respektueshëm si prej neve lojtarëve, po edhe pe krejt qytetit, edhe faleminderit prej tina që na ka bo lojtar, edhe na ka motivu me vazhdu me punu sa ma shumë si lojtar që jena. Sigurisht ndryshimet e bujnë të vetën, nuk është që ka pas tani shumë ndryshime në aspektin e rosterit ekipit vllazënimit tu, po tamam dora e trajnerit Sharin që ka qenë pjesë edhe e Prishtinës në të kaluamën. Para se me fitu qit kup me punën që ka bu, me atë angazhimin që ka bu trajneri, ju si lojtar kur një diskutu se fol lojtarët e keni vërejt qeni tu përparu në kuptimin edhe personal po edhe ekipor që një me mënut me ndodhë diçka në vazhdim sezonit, diçka e mirë për juve. Po, na e kena vrejt këtë sena dhe tjetra o konë që ai na ka jep shumë konfidencë, do me thonë, ai na ka motivu. Mune menoj ma shumë na ka motivu psiqikisht, se sa me na ushtru, me na jep, po për një me ka bo një magjia dhe krejt lojtarët jena shumë falenderus ndaj tina, sidomos na trit që jena, se ai na ka nimu tepër, edhe për lojtar vendor na e kena fondin shumë dvogël, do me thonë, jena 4 lojtar vendor, edhe në pozitën për shembull të playmakerit nuk jena lojtar të huj heq, jenë Don Poloshka dhe Arjan Azemi, edhe na ka motivu, do me thonë, kena qëndru tepër mirë me to, kena qëndru shumë të fort. Edhe rezultatin fund është që kjo kupe edhe përvësoj motivimi për play-off që tashmë veç po hina në fazën më të nxehtë të kampionatit. Mirë, që që tham, nuk është që edhe të paktën sa në kom informacione, prej skuadrave tjera, ndoshta hajde me Ponten, vllazënimi nuk është që ka pasur, do me thonë, qatë buxhetin ose lirinë e madhe të buxhetit për me ndërhy ose për me sjellë lojtarë vendor cilët i përmendëm. Megjithatë, lojtarët vendor kanë pas ka një impakt të rëndësishëm në lojën e vllazënimit gjatë këtij edicioni, normalisht me përfaqësimet e duhura, e përmendë trajneri. Na është kjo them foj kryesor nëse më them kështu, çka liria, çka më thon konfidenca që ka që edhe ju keni jap, ndoshta e keni kaluar edhe pritshmëritë e juaja personale për çdo sezon. Unë janë menoj që kjo ka shku si një zinxhir, me thonë, ty anis për kryesisë, për punës që e kam bu kryesia që është fenomenale, për trajnerit, prej lojtarëve, po edhe normal prej tifozave që i kena që s'kom qore pa i përmena mi falenderu shumë se na kam përkrahur kudo që na kanë, edhe në sin humbje, sin fitore ata e kena pas për mbrapa shpinës. Ose që kishë një motiv shtesë, tash që thash Arbër, po futemi në play-off, një fazë ku ndryshon edhe po mene edhe pjesa mentale, gabimet që ndoshta janë bërë gjatë sezonës nuk falen në secilin kuptim. A janë rrit apetitet edhe cili është synimi konkret i vllazënimit. Sigurisht keni biseduar, ato që mundesh me na tregu se ndoshta janë disa pjesa edhe cilat doni më majt në kuptimin në shef për shkak edhe kundërshtarit, po me këto që keni tregu deri tash ku mundna me pa vllazënimin. Po mundi me pa edhe në finale. Po të kallëzojnë që na synimin e kena finalen, po të kallëzoj kështu tash, po të shprena, synimin e kena finalen, i kena do lëndime që tash pak, na u kanë lëndu 2 lojtarë, këgja që i kena kësh të pozita o plejt edhe të 4-shit, po na jena të luftu, dhe me thonë, jena të munu me bot pa mundërën, për mi zavencu që ato 2 lëndime munu mos me na uvrejt shumë. Edhe shpresojmë që ka me na ecë mirë, kena me pas fat edhe kena me rritë pse ju edhe në finale ose mu bu kampiona krejt sezonës.
Ajo çka edhe është e mundur, është dëshmuar disa herë gjatë këtij sezoni arbër, nuk është që në çdo sezon ndryshe pe sezonin kaluam ka një ekip që dominon. Vitin e kaluam ka qenë Trepça, e cila nuk është që kalon shumë befasi, nëse s'gaboj 3-4 humbje gjatë këtij sezoni, hajde 5 për mos më u fut në statistika si vjet, ke pas për shembull një ekip ka fituar pezojmë 20 pikë ndaj një kundërshtari themi të fortë në letër, ndërkohë ka mujt me humb ndaj një ekipi që është ka qenë e pritshme me fitu. A ka bësh që kjo edhe ligën më interesante arbër sipas teje? Po, unë mendoj që shumë e ka bu ligën interesant, për arsye që edhe deri tash sa e përfundum lojën me Yllin që e patëm, nuk e dit halo kush qysh tek cilla pozitë po nxjinë ta beden. Po unë mendoj që kjo kanë njëna prej ligave që nuk u dit hiç. As kush po fiton, as kush po hub deri momentin që kaloi gjysmë sezona edhe tani janë nisën pa kapak. Mundo. Po Paka shumë nështë për shkak që është ma për afërt rivaliteti, ka mungu cilësia nëse mujna me krahasu me sezonin e kaluar, apo është ti më ndryshe se është muhabet i lirë. Unë mendoj janë që ka lojtar cilësor, mirë po vitet e kaluara mendoj që ka pas halo mas cilësor. Unë mendoj që tash janë lojtar po mesatar, edhe zakonisht ta lojtarët që po na vinë që po janë që kanë luajnë ligë edhe vitet e kalume, kur po kthehen ma dop, nuk po janë që ata që janë konë. Ashta që me thonë pëhojnë ligën si po menojnë po kthehen aty, po çdo herë po shkon edhe tu forcu. Po në sen që është edhe suara diskutojmë me dikon të basketbollit, kemi folur edhe kështu personalisht, është mungesa e lojtarëve vendor arbër. Ti vetë ke kaluar në një proces po besoj shumë të vështirë deri në ardhen në pikën ku je aktualisht me shumë edhe lëndime edhe me shumë sene të ndryshme të jetës. Nuk është që ka shumë, domethënë se cilin e ke përmendë 4 në vllaznim, nuk është që ka dhe shumë në ekipe tjera që aty qëndrojnë besoj në pjesën që me mujt me borët rotacion edhe trajnerat. Ku është që është problemi? Unë mendoj që ne për arsyeve janë edhe klubet që dëshirojnë me fitu që titull edhe ndoshta e hupin poshtë në gjenerat, po ndoshta duhet më bu pak edhe ma strikte çto rregulla, jo me kon 3-2. Ndoshta edhe kjo që bile bashkë të mësova me pasaport cilën bëhet me dekret, domethënë ose dush më kon mendoj që dush më kon, ose dush më kon joni, mos më pas as dekret me siguru të paktën një vend për një lojtar vendor. Është një problem këgja që duhet më diskutu dhe pikandit lojtarët është pak ma interesant me një. Po janë që tash me thonë drejtë nuk jena shumë lojtar vendor, si me thonë për shembull pe gjeneratave tem që kom kalu gjeneratave kombëtareve U18, U16, U20, jena 3 lojtarë që jena aktiv në Superligë të Kosovës, do me thonë vish 3 kena met që jena aktiv. 4 më falj, pas në met. Edhe gjenerata tjera, do me thonë prapa neve, nuk e dija sa janë, vedin nuk ka punë. Unë mendoj që vish nuk ka punë për lojtarëve, edhe nuk I kena kushtet për me punu. Nuk kena as tretmanet e duhura, për shembull, një lëndim e pas të I ki një muj ditje jashtë, a vedin edhe s'ki qa bën veqet okull edhe kur gjë tjetër, nuk kena tretmanet duhura për me mu zhvillu si lojtarë edhe me pas lëndime edhe për ata. Këto që përmendë për shembull për gjeneratës tem unë me numëru vesh një që është Drilan Hajrizi edhe të tjerë në shtadë pse ka qenë gjenerat ko që talentume, nuk është që kanë mojt frontin në këtë rasa ma prap. Menoj që këto që thënë nëse nuk ushtrohet relativisht vetë në kuptimin përveç ekipit që I ki ushtrimet, nuk është që ka mumëri. Edhe kjo po menoj që mungon të trit. Ki kontakte dhe I shenë është se e çdo ditë në basketball edhe në salë aty. A vjen dikush vëlla vetë me armë I bu 100 shuta, me bu driblime, I sheti, për shembull qytet Gjakovë, se për Prishtinë e di se s'ka as vend me armë me bosh atë sen, po flas për Gjakovë për shembull këtë rast. Po për shembull në Gjakovë kur kena shooting optional që na jep trajneri, do me thonë nëse don me shku ose jo, unë jam prezant zakonisht. Mirë po jam prezant vetë I dyti për shembull, maksimum, dhe ata dy tjerë janë lojtarët më të mirë në ekip që I kena, edhe do me thonë pjesa tjetër nuk është. Edhe ata janë tuj për më mërmenja që edhe doni është. Edhe doni, okay. Do me thonë jena qëta. Po.
katër veta jena që e kena shkojna në shooting optional. Do më thonë një lojtar më të mirë që i kena dhe ata nuk ndalen të ushtru. Pikërisht sigurisht ka në stera dhe në lojtar që është 7-18 vjet. Po. Nuk e shfrytëzon edhe çfarë ditë. Po, për flasim tash shembull- për vllaznimin, po flasim në Po. përgjithësi që kjo është Po, mentaliteti që e ka që gjenerat. fakt, nuk ushtrojnë. Prandaj po them pjesën e kushteve arbër e kuptoj që ndoshta palestrat mund më kon zona me termine, me sana, po prap fitness nuk besoj që janë ndalën. Jo, fitness nuk të ndalën kërkush, mirë po, për shembull, na Prishtina Lid verës, e kena shumë probleme gjeni palestër të lirë për me ushtru, do më thonë, problem. edhe qëtash po sidomos për shembull verës ku nuk ka shumë aktivitete, na e kena problema një palestër me gjetë, do më thonë, me ushtru, taman ashtu, me që këtë verën në solë, që ushtojnë palestër. Është një prej problemeve ka gjatë moja që kjo infrastruktura sportive, cila do më thonë i lën hapësirë për mos me punu në fakt. Çka do më thonë tjetër është arbër më herët, edhe në atë ndoshta që ka arsyeja pse je në basketboll, është që basketbolli ka definitivisht sportin numër 1 në vend. Po ka ndryshuar sanat, sidomos me hapjen ose pranimin e Kosovës në futboll, në UEFA dhe në FIFA, shpërthimi ose dalja jashtë është shumë më e lehtë. Apo ngjeca edhe çka është, edhe çka një ngecë që një njerëz thot më përpara shkoj në futboll se sa shkoj në basketboll, se dal tani edhe fitimet janë se ti jeton për basketboll. Po, normal. Janë edhe fitimet që janë shumë të rëndësishme në karrierën e e sportistëve në këtë rast. Po unë futboll kom lujt vet. Po E pas këndru, aja kom për tjera... ja lojtare më sulmusi më kanë. Peter Crouch i gjallë. Sulmusi më kanë. Edhe më kanë kogjat e i moshën 13 vjeçare, 14 vjeçare, kom lujt futboll taman. Më kanë për klubin e Prishtinës. Edhe tani unë e ndrova, qysh e ndrova, ka arsyeja që unë e kom ndru futbollin, dhe me thonë, lagjën ku jetoj unë e 0 pion, e kena pas gjithmonë fushat, edhe në ato fusha ka pas golla, edhe na veç futboll kena lujt. S'ke pas tjetër opcion. Edhe ndodhe një farë investimi, edhe na hekën gollat i qitën koshat, edhe prejsh aty, dhe me thonë, e ktheva në basket. Normal, edhe prej djallit Agjës ndjerit, unë e kom dasht basketbollin, edhe ai më ka prej gazit. Edhe që të dyja janë konë arsye që unë ja kom nisë me lujt basketbol. Po, gazin e kom i pas shok, edhe ka qenë një super basketbollist, ka qenë reprezentuesi i Kosovës, edhe shpresoj që emri ose në fakt mbi emri që e mban atë të vazhdojnë me u mbajt mirë që është numri i tij është i pensionuar dhe është në pallatin e Ernisë këtu në Prishtinë që me kujtu kontributin cilin e ka pasur si basketbollist. Mirë, tregona një moment interesant gjatë këtij sezoni orë, se kur kupton ndodhin gjithçka, ka mundësi me ndodhi diçka. Nëse këtu ndaj diçka që mundesh me asaj që munda me Po ai në momente po kena shumë janë se për një me kena ekipën, unë mendoj që jena ekipa, do më thonë, ma e komponume, po edhe jashta basketit, do më thonë, me lojtarë qa jena, nuk jena, do më thonë, si ekip, si bashkëlojtarë, apëtën, po jena bo për një mes si një familje, edhe i kena do karaktera shumë që sharak aty, edhe momente spodimit atë cekna një mirë, po për momentit që hina në zhveshtore, do më thonë, na veçanisëm me kesh, e kena atmosferën tepër të mirë, do më thonë, momente kena shumë. Atmosfera sigurisht e bën edhe që ju me konë shumë më të mirë në fushë. Mirë, Arbër, po besoj që diskutojmë sidomos për këtë pjesën e rëndësishme që është liga unike, edhe për pjesën e karrierës tonë, shpresoj që kanë më shku gjitha ato planet që i keni edhe si në aspektin ekipor edhe ato personal. Po çfarë do me të vetë krejt përfund është edhe sa ki kontratë në vllaznim, edhe çdo që ka më shku, cili është plani i Arbrit për sezonin ashëm se jena ka fundi sezonit. Po A njerë për këshyrë me përfundu tani? Kontratën, unë po kom qef me përfundu mas pare që të sezon pa lëndime, se i kom pas 1-2 kogja që ma kanë një muaj e gjysë si kom hup. Kontratën e kom pas vish për që të sezon, po tash të këshyrëm qa po ndoha, qa po bëhet. Je i hapër dhe me thonë. Jam i hapër,
Çka është e rëndësishme me qëndru shëndetshëm edhe me përformu sa ma mirë. Ke shumë kënaqësi me të pas në emision, se na takohemi shpesh në palestra, folim gjithmonë për basketboll dhe për gjëra ndryshme, po na tregon një eksperiencë pak lojtare të rëndësishme me pa dhe audienca jonë qysh është me qenë basketbollist në vendin tonë. Sidomos vendor që e tham ka gjapa. Faleminderit janë edhe ty për ftesën. Ti uroj gjithat mirat kësaj. Ishte me ardhur Sinarin, basketbollistin e klubit të vllaznimit, i cili së bashku me ekipin e tij kanë fituar ligën unike, ligë mes ekipeve të Kosovës dhe Shqipërisë, duke sjellur pra vllaznimit një gëzim i cili ka mungu prej 29 vitesh, afro 30 vitesh nuk ka që ka fitu trofe ekipi vllaznimit, dhe sigurisht kjo ka rritur apetitet në fazën e play-offit, e cila po besoj ka më qenë shumë e nxehtë në këtë edicion në basketboll në Kosovës. Ka të përgatitur intervistë takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.